Edhe pse nuk e rëmbeu çmimin e madh, Rozana Radi doli nga Big Brother VIP Albania 4 si një ndër personazhet më të dashura dhe më të komentuara të këtij sezoni. Ajo arriti deri në finalen e madhe, duke u renditur e dyta, një arritje që e përjetoi me krenari dhe sportivitet. Pas shpalljes së fituesit, Rozana u shpreh se ishte e lumtur për triumfin e gjestit. Jam shumë e lumtur që fitoi ai. Ishte një djalë i sinqert dhe i drejtë gjatë gjithë rrugëtimit, u shpreh ajo për publikun menjëherë pas mbylljes së spektaklit. Gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, Rozana dha maksimumin si konkurrente dhe si personazh publik, duke u treguar e drejtë për drejtë, e ndjeshme dhe pa filtra. Ajo krijoi lidhje të forta me disa banor, por gjithashtu nuk nguroi të përballej me situata të vështira dhe debate. Publiku e vlerësoi për qëndrueshmërinë, karakterin dhe mënyrën e saj autentike të qenit, gjë që e çoi deri në fund të kësaj aventure, duke i dhënë asaj një tjetër dimension në karrierën dhe jetën personale. Rozana mund të mos ketë fituar kupën, por doli nga kjo eksperiencë si një ndër figurat më të vlerësuara të sezonit, duke lënë një gjurmë të fortë në këtë edicion të VIP.